إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Lësë të ndëruar, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit Kur'anin dhe në to në mëson se si ne të ruajmë stabilitetin ton në familje. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë libër në tregon se themelet e familjes janë të vendosura mbi dashuri, respekt dhe përgjegjësi. Nëse ekzistojnë me një familje dashuria, respekti, përgjegjësia e dy anësh, burrit dhe gruas, do të kete në këtë familje një stabilitet dhe do të kete një jetë të lumtur dhe do të jetë divorci larg kësaj familje. Allahu subhanahu wa ta'ala thot وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allahu subhanahu wa ta'ala ka venduar dashuri dhe mëshirë mes kujt? Mes burrit dhe gruas, që e duan njërin tjetrin dhe e mëshirojnë i dhimbët kur të shohin në hall në dert apo e lodhur. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka treguar dhe në ka këshilluar dhe ka thonë wa ashiruhunna bil ma'ruf, urdhër prej anës të Allahut që të sjellni mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se përgjegjësia i bie burrit, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burri është përgjegjës që ai duhet të kujdeset për familjen e vet. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se si ne duhet të jesmi një familje e qetë dhe stabilitet të kemi të mirë. Allahu thot në Kur'an وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ata të cilët thonë o Allah, në dhuro prej bashortëve tona dhe pasardhësve ton kësoj familje që syri jonë kur ta shoh në njërin tjetrin të kënaqet, të jemi të lumtur. Kur e sheh evladin tënd, qetësohet dhe kënaqet zemra kur është në rrugë të Zotit dhe është i sjellshëm. Kur ta shoh bashortën tënd apo bashortin, e sheh që është i sjellshëm dhe është i devotshëm, qetësohet dhe kënaqet shpirti. Por rujna Zot nëse vjen i pije te shtëpia, si dhe të qetësohet asaj bashorte zemra. Allah na ruaj. Për këtë arsye dhe na ban që të jena udhëhes të njerëzive të devotshëm. Këto janë të thotë që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar se si të jetë e qetë një familje dhe në fund Allahu subhanahu wa ta'ala thotë at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Shkurrizimi është vetëm dy herë, ose e mban me të mirë atë grua, nëse nuk gjeni një gjuhë të përbashkët, ose ndahesh me të mirë. Pa bela, pa telashe, pa probleme. Për këtë xhamat të nderuar, ne si besimtar duhet të lexojmë librin e Allahut, sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që të jemi një familje shëndosh, një familje e mirë, një familje ideale, që të jemi urrënak dhe model për të tjerët. Nëse marrmi dhe shikojmë përgjithësi shkaqet e divorcit, talakit, ata bazohen në 3 pika.
pastaj të ndahën. E para është që ka të bëjë Allazar, ka të bëjë me shkaqet shoqërore dhe psikologjike. Pika e parë. Pika e dytë kanë të bëjë shkaqet ekonomike dhe të sjelljes. Dhe e treta ka të bëjë shkaqet sheriatike, fetare dhe ideore. Do thotë këto janë tre elementet, bazat kryesore që ndodh. Nëse ndodh të një familje që është larg dinit, larg fejes, atëherë duhet të shohim cila është shkaqet ekonomike dhe të sjelljes, apo ku është problemi. Nëse është një familje fetare që falet, lexon Kur'an dhe ka mosmarrveshje, atëherë duhet të shohim ku janë shkaqet, ku është problemi, pse vjen deri këtu, a nuk zbatojnë urdhnat e Allahut, apo ka diçka tjetër, apo ka mangësi, apo nuk i din të drejtat e njëri tjetrit. Apo nëse janë kjo dhe tjetra, pastaj vjen apo jemi ndukuar në aspektin shoqëror dhe psikologjik. Duke po filma, duke po seriale, duke po kështu me radhë, postimet, edhe pastaj tentojmë ne të i bofë në sikur ato të Hollywoodit, apo të bona ne një jetë të bëjmë si jetë e filmave që është e pamundshme të realizohet dhe të bëhat, të cilët shumica të cilët nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë këtë. Por të kjo e para, shoqërore dhe psikologjike, kanë të bëjnë të në ndërhyrjet e jashtme, edhe gabimet tona që i bëjmë të përditshme. Për këtë, është që prej shkaqeve që vjen divorci, është ndërhyrja e jashtme, që ndërhyjnë dikush tjetër mes burrit dhe gruas. Dhe pastaj ndodh ajo çka ndodh. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nuk është prej nesh ai njeri i cili e nxit gruan e dikujt kundër burrit të saj. Hadith, kërcënim, nuk është prej nesh. Nuk është prej nesh ai njeri i cili e nxit gruan e dikujt kundër burrit të saj. Do thot prej kësaj, paramendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se nëse një person e lip vajzën e një personit, për shembull Abdullahi e lip vajzën e Muhamedit, dhe ti e din, halon nuk ka hek dorë Abdullahi prej vajzës Muhamedit, as Muhamedi si ka thonë që nuk ta japi vajzën. Ti dëgjon që e ka një vajzë të bukur dhe ti ndërhin sa më shpejt ta marrish vajzën pa u tërhek ki vllai jot, është ndalume. Duhesh të pritish përgjigje. Nëse thonë jo, pastaj ndërhin. Paramendon në fejes është ndaluar me ndërhin. Mos flasmi në çështjen bashkëshortore me ndërhin dikush tjetër. Për këtë, nëse si zakon njerëzit i shpalosin problemet sekrete të tyre, ja qenë hallin anaj motrës, anaj vllajt, anaj tezës, anaj shoqës, anaj shokut, anaj mikit, dhe pastaj gradualisht dhe del problemi në majdan. Edhe këtu pastaj fillon xhelozia dhe inati, pse me marr vesh dikush që ne jemi mirë. Problemi më kryesor, pika më kryesore, kur ka mosmarrveshje, duhet menjëherë që të dy bashkëshortet të zgjidhin problemin sa më shpejt. Të ulin tensionin, të gjejnë një gjuhë të përbashkët, të sqarojnë problemin dhe defektin ku është, pastaj nëse cili është gabim të kërkon falje që të vazhdon jeta. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Vëllezër, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në aspektin sheriatik, kush ndërhin e nxit një grua, do thot është që ja prish zamrën asaj grue kundër burrit të vet, apo një burrit ja prish zamrën ndaj gruas së vet. Soti. Nuk do thot vetëm te gruaja, po edhe te burri. Ndërhin dikush tjetër te burri me prish zamrën e burrit kundër gruas së tij, edhe kjo është njësoj ka ndalejes. Do thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hek dorë, nuk je prej nash. Do thot tash kujdesu. Ktu do thot hin ki hadith kërcënim, qofshin fjalë apo vepra.
Me fjalë nxit e motivon, apo me vepër. E ne si besimtar duhet të kujdesemi kur të shohim që ka mos marrëveshje dikon, të kujdesemi çka del prej gojës tonë. Çfarë fjale, çfarë vepre, se ndonjëherë nuk ka nevojë ti me fol. Vepra jote dëshmon pro ose kundër. Do thotë sipas veprës mirën vendimet. Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë nuk është prej nesh. Prej këtij hadithi kuptohet se është shumë e rëndësishme familja e shëndosh. Do të thotë ti zguxon të marrish të rënojsh një familje. Para mendoni sa peshën e rëndë ka në Islam familja. Do të thonë që njeriu larg familjes dikujt të rije. Mos tenton të premtojsh apo të shpionojsh apo të akuzojsh vetëm se si me shkatruar një familje dy çift, Allahi na ruaj. Urtësia e këtij hadithit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urtësia e këtij hadithit është që pse thot nuk është prej nesh, jo që ka dalë krejt prej Islamit. Por larg vepra ka kundërshtuar parimet, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shkak që kërcënim ka ardhur që ta ruajmë shoqërinë, të kemi një shoqëri të shëndosh. Abu Muslim al-Khawlani është njëri prej selefit i cili ka pas një jetë të lumtur me gruan e tij. Kur e ka çel derën, ka dhënë selam, assalamu alaikum. A e dini çka do thot selam? Kur ti shtëpi dhe thua assalamu alaikum, kjo tregon dhe aludon i çon mesazh gruas, prindve, familjes, që jeni të sigurt prej meje, bustjeshuni, nuk ka ardhur luani në shtëpi, por ka ardhur prindri. Do thot, ju jep siguri, rahati, qetësi selami. E thot Abu Muslim al-Khawlani kur ka thonë assalamu alaikum gruas vetë se ka pa gruan ka dalë te oborri. Kur ka thonë Allahu Akbar, ajo ju ka ardhur afër, ja ka hek petkun burrit dhe ja ka hek kpucët. Kështu e kanë pas zakon burrë grua. Hin një ditë assalamu alaikum, se she gruan. Allahu Akbar, so gruaja askund. Hin dhon, lamba e shimët, ajo me një krane tu grith në tokë, tu këmendue, e hidhrume, dhe çuditët. Hajrë, thot inshallah i gru, çka ndodhi me ti? Thot Abu Muslim, thot ti je mirë me khalifën e muslimanëve, Muawijen radiallahu anhu. Thot po i gru, mirë i kam punë me kryetarin, udhëhecin e muslimanëve. Thot pse si thua ti na e bëre një shërbetor, neve të na e pastrojë shtëpinë edhe do pare se kina nevojë? Ai thot kush ma prishi gruan, kjo kur njerë shu s'ka fol. E ka kuptu se dikush ja e ka nxit kët. Thot ja rab, kush ma ka prish gruan, verbroja sit, merja dritën e sive. Kushika, të nejtë ati ju thot burit, fmive, e thot, pse e shimët shirin, kall një kandilin, thot mor kallot është kandili, thot more, thot mu më pa në shku drita e sive. Edhe mini jeri kujton, taj tjetë e dera. Abu Muslim, aman ma bon halal. Aha, me ta bo halal, ha? Pra mendoni të na ish pranu njeve duaja si ju ka pranu e Abu Muslim Khawlani. Që kishë dohet me neje? Dhe pastaj e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, thot, o Zot, ktheja dritën e sive dhe ju ktheja dritën e sive. Do të thot që para mendo tash, vjen të ngacmojnë familjen dhe të nxitin, ti ke kështu, ti mund me bë kështu, ti mush me shkuën pushim, ti mush me pas kësaj keri, ti mush me pas kësaj telefoni, ti mush me pas kësaj veshje, ti mush me marr pjesë tu. Po ti pse rebelon? A është rrezik kështu? Çfarë dobi ti ke? Abu Muslim al-Khawlani kështu o vëllezër e ka pas jetën me bashortën e vetlusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na jep jetë të lumtur dhe të qetë në familje.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Prej shkaqeve që vjen të rinë divorc, o vëllezër të ndershëm, në pika të shkurtave që do t'i ceki, është mungesa e shumtit në shtëpi. Mungon shumë. Dhe kur vjen para sabahit. Kjo është një problem i madh. Prej shkaqeve është xhelozia jashtëzakonshme, që i kalon kufindin edhe në aspektin sheriatik. Prej shkaqeve dyshimet ndaj njëri tjetrit, ndaj burrit e gruaja, gruaja te burrit, e sidomos tash rrjetet sociale, të cilët nxitin dhe bojnë filma të shkurt si gruaja tradhton burrin, si bën hile burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit. Kjo do thotë kanë shtyr dyshime të mëdha në mesin e shoqërisë islame. Për këtë arsye, ne duhet të mësojna dinin, Kur'anin, Sunetin, se pastaj jo grua e cila e ka frikë Allahun subhanahu wa taala nuk e tradhton burrin e vet. As ai burr që ka frikë Allahun subhanahu wa taala, wallahi se tradhton gruan e tij. Sa ai e bën hesab se një ditë ka me dal para Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej shkaqeve është mos koordinimi apo mos balansi mes dashurisë së gruas dhe prindve dhe motrave e kështu me radhë dhe familjes. Do thotë s'mujnë me mbajt balans. Kur mungojnë argumentet fetar, argumentet sheriatike, nuk di me mbajt balans. E pastaj ndodh problem. Po ashtu prej problemeve është, e kina në paket, për Allah na fal. Ose gruaja don ta mbizotron burrin, ose vjera don ta mbizotron rejen. Do thot, e konsideron si robresh, si pastruese në shtëpi rejen e vet. Kjo nuk është rregull. Apo e kundërta. Duhet të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Aq që na mëson Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allah na jap jetë të lumtur. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allah na bën prej atyre që ecin pas Kur'anit dhe Sunetit. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allah na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenetul firdaus wa aqimus salat.